Edhe pse nuk kemi evente glamuroze, ndeja dhe ndonjë festival gjigant në vendin ton, artistët tanë, sipas kushteve dhe mundësive të tyre, arrin të duken shumë bukur. Të vetmet vende në të cilat mund t'i shohim këngëtarët tona se si vishen janë koncertet e tyre. Në disa raste, veshjet e tyre ngjasojnë me njëra tjetrën, apo thënë ndryshe, vishën njësoj. Për më shumë detaje, ndjekim materialin e përgatitur nga kolega jonë Irma Gjema. Janë ndër personazhet më të bukura të ekraneve tona, gjithmonë në fokusin e kamerave e në paraqitje të ndryshme. Edhe pse moda në skenën tonë ka filluar të ketë jetë e të jetë primare për çdo kë, shumë shpesh yjet tona e gjejnë veten në dikë tjetër. Gjithmonë të veshura firmato, nga dizajner të njohur e me veshje të shtrejta, i bën ato që të dallojnë nga pjesa tjetër. Por jo gjithmonë mund të gjesh veshje unike, të papare më parë e sidomos kur je pjesë e skenës muzikore. Nora Istrepi, njëra ndër këngëtarët e cila shquhet shumë për fizikun e saj. Ajo shpesh komentohet edhe për stilin që posedon, herë ekstravagante e herë modeste, ajo shpesh është kritikuar për huazimin e ideve nga personazhet të skenës. Në këtë foto e shohim Nora Istrepi në një koncert e veshur me një fund lëkure dhe një bluzë të thjeshtë. Veshje qelluar, komode dhe në fizikun që ka ajo, duket mjaft seksi, deri në momentin që shohim një prezantuese televizive, Mariana Hevit, me të njëjtën veshje. Edhe pse padyshim Nora duket mrekullueshëm në këto veshje, duhet pranuar që Mariana në këtë raund fiton bëndshëm kundër Norës. Trendi i cili përcolli modën disa vitet e fundit ishte veshja në stilin e mashkullit. Kostumet e mashkujve i solli në tepiun e kuq Angelina Jolie, duke u ndjekur edhe nga shumë këngëtare tona. Kujtojmë klipin e Elvana Gjatës vite më parë, Afër dhe larg, ku paraqitja e saj u komentua shumë sepse për atë kohë ishte diçka ndryshe për tregun tonë. Pastaj doli Rita Ora, e cila u paraqit në Londër me këtë stil, kështu duke pasuar menjëherë me Dafina Zeqirin, e cila në maskemball zgjodhi këtë veshje. Por nga Elvana, Rita e Dafina, ajo që e kompletoi këtë veshje më së bukuri ishte ylli Rita Ora, e cila gjithmonë thënë tabu me veshjet e saj. Fjolla Morina shpeshherë është cilësuar si Kim Kardashian shqiptar, dhe krejt kjo jo pa qëllim. Për pos formave trupore, Fjolla ka zgjedhur të vesh edhe të njëjtat fustane si të Kim Kardashian. Mirë po si thuhet e para ka lezet. Fustani gjatë modest në ngjyrë të zezë është pari veshur në trupat e dy këngëtareve seksi. Nora përpos emrave të huaj është veshur njëjtë edhe me kolegët të tjera. Të njëjtën bluzë të Norës e ka veshur edhe Genta Ismaili. Stylingu i Gentës është imituar edhe nga Ingrid Gjoni, pak kohë pas publikimit të shkunit tune. Këngëtarja Gjoni vendosi që në klipin e saj Relax, veshjes së Gentës t'i ndroi vetëm ngjyrën. Por padyshim, Genta në shkunit tune duket më mirë se Ingridi në Relax me të njëjtën veshje. Era Istrepi, edhe pse e re në skenë, që në klipin e parë shërbeu si referencë për disa këngëtare, një ndër to edhe Tuna, që shquhet si një ndër personazhet më seksi në skenë. Jeleku që Era kishte veshur në spotin e parë, pas kësaj jave u pa në trupin e Tunës. Por nuk ishte Era vetmja nga e cila Tuna u inspirua për veshjen e saj. Këngëtarja e famshme Jessie J ishte ajo e radhës ku Tuna mori dizajnimin për veshjen e saj. Po ashtu Nora dhe Tuna ndajnë të njëjtin fustan në koncertet e tyre. Turi Bleonës në trojet shqiptare u pasua me një jehon të madhe, në syran edhe kostumet e saja në këto koncerte. E një ndër ato që veshi Bleona tek ne e pam edhe te klipi Scream and Shout. Bleona dukej për mrekulli në këtë kostum. Këto janë vetëm disa nga veshjet e njëjta që janë parë në trupat e yjeve të ndryshme. Për masa trupore padyshim që bëjnë që çfarëdo veshje, qoftë edhe e njëjtë, të ketë një tjetër shije.